Zonja Lala, çfarë sinjalesh ka nga avokatët e Veliajt pas shkarkimit? A pritet të shkojë çështja në gjykatën kushtetuese? Nëse dim në një që jo të edhim në një fallë. Tani, zoti Rakipi, nëse më lejon, fillimisht, unë mendoj që pavarësisht se zoti Veliaj e meriton të shkarkimin, edhe për gjitha ato dëmet që i ka bërë Tiranës, nisim që nga inceneratori Tiranës, që nga vdekja e Ardit Gjoklajt në landfillin e Sharrës, që nga shembja e teatrit kombëtar, që nga 5 Maj, që nga Unaza, betonizimi i Tiranës e tjere me radhë, dhe që normalisht do duhet hetohet, jo vetëm për ato që është hetuar, por edhe për çështje tjera të cilat janë të hapura ose mund të hapen në vijim. Unë mendoj që po ashtu dhe si zoti Muçi, që procedura për shkarkimin e zotit Veliaj ka problematika. Por po ashtu kam bindje që presidenti i Republikës nuk do të presë ankimimin e zotit Veliaj, po do të dekretoj datën e zgjedhjeve. Dhe kjo është një bindje duke parë se si zoti Begaj ka vepruar dhe ka nxjerrë dhe dekrete të çuditshme, siç është edhe dekretimi një ministre virtuale që nuk parashikohet nga kushtetuta shqiptare. Ka dekretuar vërtet këtë apo se mua më duket sikur se ka? Jo, realisht. Ka dekretuar ministren duke thënë që kompjuterin dhe veglat, ë? Po, veglat. Pra, ato veglat që na shpjegova emisionin e kaluar. Marrë në konsiderat këtë gjë, nuk kam asnjë dyshim që zoti Begaj do t'i bindet pushtetit dhe do të dekretoj datën e zgjedhjeve. Që sigurisht Erion Veliaj hëngri gjellën e prishur që gatoi vetë në kryet Bashkisë Tiranës për vite me radhë, duke qenë njëri që ne kemi diskutuar kaq shumë studion tuaj dhe studiot tjera, i cili nuk bëri asgjë të mirë për Tiranën, përveç se shkatroi atë dhe nga ana tjetër nuk u përball kurrë me median. Dhe pikërisht njeriu që u shmang medias për vite me radhë, që e trajtoi median si një plaçk, realisht provoi atë gjellë të prishur, kur ditën e fundit edhe ata njerëz që i kishte besuar e tradhtuan, i futën thik pas shpine dhe nuk i lanë mundësinë as shikonte dokumentat dhe të më thënë të dinte diçka më shumë për fatin e tij. Unë kam komunikuar me avokatët e zotit Veliaj, sepse kjo është detyra jonë në fund fare të komunikojmë. Avokatët sa i përket procedurës për shkarkimin e tij kanë qenë absolutisht pa përgatitur dhe kanë pretenduar që nuk janë përfshirë në gjithë këtë proces, edhe sot që ne flasim, ata nuk kanë një përgjigje të qartë dhe të saktë nëse zoti Veliaj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese duke kundërshtuar këtë vendim, çka në fakt edhe në këndvështrimin tim, edhe nëse do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, në Tiranë është një histori e mbyllur, do të ketë zgjedhje, sepse praktika ka treguar si në rastin e shkarkimeve të prokurorëve të përgjithshëm, nëse e mbani mend dikur me zotin Sollaku, më pas me zotin Hila që gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim, qeveria i ka bërë gjithmonë zgjedhje dhe më pas edhe nëse gjykata kushtetuese e ka rrëzuar vendimarrjen e qeverisë, nuk është kthyer asgjë pas. Kështu që deri në këto momente avokatët nuk janë në gjendje të thonë nëse zoti Veliaj, pavarësisht çfarë mund të ketë me zotin Veliaj, nuk kemi asnjë mundësi të kemi kontakte për sa kohë është në masën e arrestit në burg, nuk kam asun një përgjigje qartë për sa kohë që zoti Beta dhe avokatët e tij dhe zoti Selmani nuk ka një përgjigje qartë në lidhje me këtë gjë. Por edhe nëse do ta dërgoj dhe do ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, kam bindje që Bashkia e Tiranës dhe bashkitë e tjera që mbeten pa kryetar do të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Por ama ka një ndryshim. Shkarkimi i zotit Veliaj tashmë nuk është kryetari i Bashkisë së Tiranës në detyrë që do të përballet me drejtësinë, por është një person i cili do të jetë i vetëm, pra do të jetë qytetari Erion Veliaj përballë drejtësisë shqiptare. Pra kjo është e vetmja gjë që ndryshon dhe që normalisht mund ta bëj më vulnerabël në raport me drejtësinë shqiptare në përballje me SPAK, nisur dhe nga fakti që ka një të penduar drejtësie, që ka status dhe do të rrëfehet kundër zotit Veliaj, e po ashtu ka shumë dëshmitar, të paktën 7 ose 8 i kemi numëruar në studion tuaj, të cilët janë rrëfyer apo kanë dëshmuar kundër zotit Veliaj, ose kanë tradhtuar atë në nxjerrjen e provave dhe fakteve që sipas SPAK-ut janë të mjaftueshme për të provuar 13 akuzat. Një fjali, njëri nga avokatët e zotit Veliaj thotë që besoj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese sepse për ndryshe zoti Veliaj do të kishte dhënë dorëheqje. Megjithatë thotë ende nuk na është thënë që ne të bëjmë gati. Ende nuk kanë marrë urdhër, por ai ka bindjen e vetë që do të ankimohet. Po pa e cituar avokatin. Jo, nuk e citoj, besoj se po, do me thënë që do të ankimohet, ndryshe do të kishte dhe në dorëheqje. Po, njëri nga avokatët bën këtë konfirmim që ende që nuk është vendosur Veliaj duhet të jetë drejt ankimimit në gjykatën kushtetuese. Jemi shkurt tek ky moment. Kanë mbetur bosh dhe kanë ikur shumë lart. Ç'është ka marrë zyrtarisht pa ndehur. Tani vetëm një moment, zoti Rakipi. Kemi një detaj shumë interesant që zoti Veliaj ndërkohë që duhet t'i jepet afati 15 ditor për ankimimin në gjykatë kushtetuese për vendimin e shkarkimit. I ke një sekondë. Në të njëjtën kohë ka dere pa strish. Në të njëjtën kohë ka edhe në gjykatën e lartë. Dhe zoti Veliaj me avokatët e tij janë duke
ose më saktë do të përdorim pikërisht argumentin nëse shkarkimi do të mbetet në fuqi si një masë lehtësuese për lirimin nga parabugimi. Pra, duke pretenduar që nuk përbën rrezik për prishjen e provave për sa kohë që nuk hynë në... Pra, thjesht kërkon lirimin. Në një farë mënyre, shkarkimi mund të shfrytëzohet nga zoti Veliaj. Një thashethem që ka dalë, ka goxha kohë që ka dalë? Jo, nuk është thashethem, flas për një datë... Tani nuk është më thashethem, ishte thashethem... Ishte thashethem. Veliaj mund të shfrytëzoj, sepse jo subjekt, por është subjekti SPAK, pavarësisht largimit. Jo, SPAK-u heton për vepra penale që ka konfumuar ku ke pasur funksionin. Pra ti mund shkarkohesh, po është kjo që thot Klodiana, që në moment që ti nuk ke më funksion, ti s'ke as rrezik të prishësh të fshesh provat, as të intimidosh dëshmitarët. Po mirë me Ilir Metën, pse s'është bërë kjo pëse? Po sepse me Ilir Metën tash ne e themi që është gjyq politik. Sepse është kryetari i partisë, zoti Rakipi, dhe kthehet në zyrën e kryetarit të partisë. Atere... Zoti Veliaj si shkarkuar, mund të kthehet maksimumin në shtëpinë e vet. Fare pak minuta për zotin Isaj. Po shumë është një çështje nisur në 2023 mbi bazën e dy kapituleve. Njëri prej cilëve është një avokat Esmerald Gjafa dhe ndërkohë është edhe një person tjetër, një inxhinier që ka bërë kallëzim për rrugën Korçë-Ersek dhe ka të bëjë me problematika që kjo rrugë ka patur, sepse është shembur disa herë dhe ka patur, domethënë rritje të kostove të tjera me radhë. Zoti Isaj akuzohet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendere, janë marrë të pandehur edhe 7 zyrtar dhe një përfaqësues i kompanisë që ka fituar tenderin. Bëhet fjalë për 2 procedura tenderuese, njëra ka të bëjë me rrugën Korçë-Ersek, që dyshohet se janë bërë dokumenta në favor të kompanisë fituese dhe tjetra ka të bëjë me rehabilitimin e një ujësjellsi në zonën e Korçës. Por kjo çështje është thjesht pjesa e parë, sepse pjesa e dytë, pra duke qenë se përfundonin afatet dhe parashkruaj vepra penale, për këtë arsye zoti Isaj është marrë i pandehur dhe është komunikuar zyrtarisht të martën bashkë me personat e tjerë, ndërkohë që pjesa tjetër që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës, falsifikimin e dokumentave dhe disa dyshime për veprën penale të korrupsionit janë veçuar dhe hetimi për këtë pjesë është duke vijuar. Pra pa shumë kjo është ideja. Nëse do të citoj, aty ka edhe komunikime në momentin që zoti Isaj është marrë në pyetje dhe janë marrë celularët e varësve të tij dhe antarëve të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, njëra nga zonja që është varëse e zotit Isaj ka komunikime me të që flet pikërisht për mënyrën se si formulohen dokumentat, aktet e tjera me radhë. Po janë komunikime në pamje të parë, komunikime mes 2 zyrtarëve që flasin për dokumentat, por kur janë analizuar në raport me provat e tjera dhe në raport me procedurat tenderuese, sipas prokurorëve ka patur paracaktim të fituesit të tenderave. Pra kjo është pak a shumë e gjithë situata me zotin Isaj.